Mirëserdhë të dashur ujorë në Letra Trofej, jam Diana, do bëjmë leximin e juaj të radhës. E kam ndarë në 3 pjesë, është ekonomi, financa, karrierë, para gjitha, dhe e dyta është dashuri, dhe treta i përmbledh apo një rezultat nga gjithë leximi juaj. Ujor, kjo javë ka një energji shumë të bukur, rritje dhe stabiliteti. Ndryshe nga javët kur ke ndjerë se po lufton me gjithçka njëkohësisht. Tani duket sikur gjërat po fillojnë të vendosen në vendet e tyre. Megjithatë, një letër në fund të leximit të kujton se jo çdo buzëqeshje është gjithmonë aq e sinqert sa duket. Tani, prandaj shijo, do thosha, të mira që po vinë, por mbaj syt hapur. Jeta, puna dhe karriera të dashur, që ti kem parasysh duke lexuar për t'i lidhur letrat, ashtu. Është mbretresha e shkupive. Java fillon me ty në qendër të vëmendjes, ujar. Kjo mbretresh flet për vetbesim, karizëm dhe ka goxha ndikim. Ashtu tregon që të keni ndikim. Njerëzit do të dëgjojnë më shumë se zakonisht. Fjala jote do të ketë një peshë, do zëvend. Nëse ka një ide, projekt apo plan, kjo është java për ta nxjerrë përpara. Mos u fsheh pas dyshimeve. Duhet të jesh një lider i vërtet ujor, apo të besosh vetë për nëse do që të tjerët të besojnë, të besosh vetë i pari. Dhe është asi i monedhës. Me njerë pra vjen kjo letër, vjen kjo mundësi konkrete, mund t'jetë para, punë, klient, ofertë, pagesë ose një ide që mund të kthehet në fitim të dashur. Kjo është një nga letrat më të bukura për financat, duket sikur universi po të thotë, po, vazhdo, kjo mund të japë rezultate. Dhe krye peshkopi ka lidhje me diçka serioze. Kjo mundësi nuk është se duket diçka e rastishme, është institucion, dokumenta, marrëveshje ose një person me përvojë që të jep një këshill të vlefshme. Mos e nënvlerëso mençurinë e dikujt që ka kaluar rrugën para teje. Këtu mund të marrësh shumë çka nga ky person apo nga kjo situata. Të dashur, ujor. Nëse flasim për dashuri, mbreti i kupës për ata që janë, ta them, në lidhje, kjo është një letër shumë e mirë. Ka ndjenje, ka mentori, ka përkushtim. Edhe nëse partneri nuk është tipi që flet gjithë ditën për emocionet apo ndjenjat, ato janë aty. Vepra do të flasin më shumë se fjalët. Dhe letra 0, për ata që janë beqar, ta them kështu, të filloj të vazhdoj me këtë nëse jeni në lidhje, vërtet sikur fillime të reja me lidhjen që jeni në nivel tjetër. Për ata që janë beqar, shoh një fillim të ri, një njohje të re, një person jashtë rutinës tënde, një mundësi që nuk e kishe planifikuar, ta them kështu. Kjo letër kërkon guxim. Mos e refuzo diçka vetëm sepse nuk përputhet me listën që ke krijuar në kokë. Pse se të themi të drejtën, ajo lista ndonjëherë është më e gjatë se lista e blerjeve para vitit të ri e juaja. Pra, është një mundësi e re. Për ata që janë në lidhje, do t'jenë vërtetë, do ngrihen në një nivel tjetër në dashuri. Për gjithë ata që duan ribashkim, kjo është një nga letrat më premtuese. Ka ndjenja reciproke, ka afrim dhe do ketë komunikim. Jo domosdoshmërisht këtë javë zgjidhet gjithçka, por zemrat të duken se ndërflasin me njëra tjetrën. Dhe kjo është me rëndësi të madhe të dashur ujor. 7 të shpatës, që është e ardhmja dhe përmbledhja e leximit të juaj, kjo është letra që të kërkon kujdes. Dikush mund të tregojë gjithë të vërtetën. Mund të ketë tashethëme, mund të ketë xhelozi, mund të ketë dikë që buzëqesh përpara dhe mendon ndryshe pas shpinës. Kjo tregon mos u bë paranojak. Thjesht mos i trego planet e tua të gjitha, mbaj për vete. Themi zakonisht që më shumë kemi sukses kur i mbajmë gjërat për vete. Kur të arrini atë sukses, le të flasin veprat para gojës.
Jo, kështu ta bëjmë më mirë. 6 të kupës, takime, me energji shumë e ngrohtë, takime me njerëz të dashur, kujtime, familje, miq të vjetër. Për disa ujor mund të rikthehet dikush që nuk e kanë dëgjuar, nuk e keni parë, nuk e keni dëgjuar për kohësh. Kjo nuk që mund të jetë dhe ribashkim me dikë dhe, por që këtu është një paralajmërim që të ketë pak kujdes në ato çfarë thuhet, çfarë është thënë, me një buzëqeshje që mendon ndryshe pas shpinës së juaj. Dhe 4 të shkupive. 4 të shkupive, këtu mbyllet leximi juaj me festë, me gëzim, me stabilitet, me arsye për të buzëqeshur. Kjo është letra e festimeve, arritjeve dhe momenteve ku njeriu thot, më në fund po marr frym pak më lirshëm. Ujor, kjo javë duket si një javë ku një mundësi e mirë po troket në derën tënde. Në dashuri ka ngrohtësi, afrim dhe potencial për fillime ose rikthime të bukura. Në punë, financa ka mundësi konkrete për përparim. E vetmja gjë që kërkohet nga ti është të mos ndash çdo plan me çdo person. Disa gjëra rriten më bukur në heshtje. Kjo javë ujor të kujton se jo çdo fitore vjen me zhurmë. Disa fitore vijnë qetësisht, vendosin themelet e tyre dhe pa pritur kupton se jeta po bëhet më mirë se sa e kishe imagjinuar. Pra, të mbajmë gjëra të mëdha për veten tonë, mos të ndajmë me të tjerët, sepse do jetë një javë vërtetë një gjë e shkëlqyer.